atër ka qenë ko pak madrish, ka pas vujtje ma tepër se sot rinia kanë ketë luks, pisha dojnë me punu. Kam qenë fli, edhe pas më të copa bakti, ma shumë fush si sa në shpi apo në shkollë. Para vas me buk, s'ki mu i mungi sa do zemë, se jo, të gjanët e tjera. Na, sash se këna kalu kesh tjetë, këna kalu mirë. Ka të punë, po, të na pak banana shqiptarë. Ma pëntërë si këna qenë. Edhe ende sot edhe kështu, edhe të tjetën, nadën sene, ka marrë medalën e arit. Bujki maj mirë në komunën e Prizrenit. Shish pisha këta të rritë, do shta ma mirë ka qenë atëherë jeta si sot tash. Duran, a punon me qa mirë është? Na punon me gastronomi. Si po e të punon? Mirë në kokës. A duran, gastronomia në prezent pak, a është ma ndryshë në vende tjera? Po. A ma zhvillu nëse në vende tjera për shambull? Ma zhvillu me Prizrenja, ma vend turistik. Vend turistik, kemi edhe shumë njerëz që vinë të ju. A duran që li një kujtim nga fëmiria që se kisha harru kur jetën tonë dhe që erun fëmirisë? Që ka me ta atër ka qenë ko pak madrish, ka pas vujtje ma tepër se sot rinia kanë ketë luks, pisha dojnë me punu. Po janë ma dëptë si na shumë. Se erë më dëptë? Se ndashta pak luksi, lezdrimi, pa punësia, se na për para këna punu shuke. E përmende vujtje, se ka qenë vujtja ma madhe në kohën ti kur ki qenë fëmi ose ma i ri? Kur kam qenë fëmi, edhe pas më të copa bakti, ma shumë fush si sa në shpi apo në shkollë. Kurse tash, apo do shkollë luks, apo do shkollë private, apo do këtë. Tash këtë dryshi jeta, është ma mirë, vish kush nuk dënë. A dhe mënë, që të kohën që të periodë kër ki pasë shtirë ti, sa sot tu... Ti kisha pasë dhe më në kohën kër i njësë këto gjana, tash që i konë? Tash shkollën, sa ma tepër. A të ka betë pengë shkolla që s'mujtë për realizu? Pa tjetër. Shkolla është seni maj mirë e ma njetë për më dashtë me jetë. Pas shkollë kur se nisë. Të sa kish punë shkollë? 8 vjeqarën edhe ata me nëzi. Me nëzi? Pa. Ti dhe më thonë dhe preve për shkak të rethonave? Jo, shkak të rethona, po punë. Ata e najna në qenë, kina i tu me një fshat. Ata kemi pas punë shumë, baktije, hara, fusha, sene. Qi, 5 sa bajt, në 12 nasë kër i nga këthe në shpi. Jeta ka qenë asësoj. Kurse sot është luks shumë. Këtë luks. A me do që njëri për vështërësim më të maje për vujtjeve, mësonë dhe për jetë botë dhe maj pregadit? Po, shumë ma mirë. Shumë ma mirë. Sot mi të regu në ndështë të fmive të në të gjana, a e thotë kjo të më të regu mu filma, se s'ka mëndësi më ka nështë. Para vas me buk, s'ki mu i mungi sa do zemë, se jo, të gjanët e tjera. Unë i maj mena të vetë. Por naj me rakë që të kamen të miri që të thonë, po du që ta më realizu për e të shkollës. Me të kalëzu realitetin. Në të, na sash se këna kalu kesh tjetë, këna kalu mirë. Ka të punë, po. Punë këna punu. Mëj me thanë lirisht në familje të ona pak banana shqiptarë. Ma pëntërë si këna qenë. Edhe ende sot edhe kësë dytë. Kam të vëllazë, merën me bujqësie, me gastronomie, me tjokë, me 78-90 sene ka marrë medalën e arit. Bujki maj mirë në komunën e Prizrenit. Na, vetë, lazit. Sot vlau ka farmën e bika, 170 copa, vlau tjetër 80 copa, vlau tjetër 50 copa, me misër, me grënaje, me këtë. Punojmë, jashtë zakonisht punojmë. Qa ki pëso për jetës, për gjitha kësine vujtjeve, lodhive që i ki pasur, gjitha këto një jetë që i ki kalur? Po, që me thonë, për gjithë këtë jetës, anë me të rëzurë realitetin, mirë, jo, sukur këta të rritë sot. Unë mëj me thonë, do shta lirisht, sot që shpisha këta të rritë, do shta ma mirë ka qenë atëherë jetës si sot tash. Tash pak ka respekt, me të rëzurë realitetin. Ndaj prindrit, ndaj të afërmit, ndaj shokut, ndaj si, kurse na kemi qenë shumë ma të afru. Me të arë një mësafir, akë në është këtë shpija. Sot me të arë mësafiri dhe që ka lipë me arë këtë bërëdare. Jeta ka arë këtë ndryshin, ka zura lidit. Pse sot janë largu njerëzit edhe pse nuk kanë dëshirë pa njënin kur është domethënë gëzuar me dështimin e dikujt? Xhelozia. Xhelozia ja me të kallëzuar realitetin. Nuk është mirë ajo. Xheloz duhesh më bën vetë vetën.
me punu, me ndihmu sa ki mundësi. Ajo është ma mirë, kurse në rast se ki xhelozi ndaj tjetrit se pse ka ba, se pse ato ba, ajo është pikë dop të karakteri i njeriut. Çfarë njerëz për ty janë këta kategoritë njerëzve? Dopt, po dhe realitetin. Kam edhe shoqërinë, kam edhe kushtet, kam edhe vllazërinë, gjithë secili më i fortë se shoqi, po unë jam i kënaqur për vetit, po dhe realitetin. Pse jo, njeri se punon, unë shumë të thonë që kam vllavin tem më të madh. Unë suj me ba atë punë ndoshta tash është fjala si sa vllav jem. Ai 170 bika, ai ushqin me mëngjes 7 ora, ku të bat ai veç është në lokal këtu. Atëherë që mi thonë atina si pse bani? Po në da se punon njeri, punëtor. Po pëlqen pas ke xhelozi ti? Ja, jo. Jo, për Zotin absolutikisht, ai se punoft, gjithmonë Zoti ja dhash ja prift marrën. Unë jam vetëm ai lumtën. Kur zha heq, nuk kum lip pa marr parasysh. Po ndra se mi pyetja më lip, ja marr sa mami shok jam se bëjmë në senat. A ke marrë herë vllavit? Si, po, ke marr, si, ke marr. Domethënë se keni problem. Ja, absolutikisht. Edhe më da se e këthejmë me batuta. Atë se batë mi e këthejmë, po ljalë të këtë sënë qëtë. Çfarë interviste e mirë që ku më harru për njerëzve kaq pozitiv që të vapëtu në fund një mesazh gjithë kësaj interviste të bukur, një mesazh, një këshill gjithë njerëzve më ja dhënë. Unë kisha me thanë gjithë rënis, lumaj se shijon këtë jetë, mos më kanë xheloz, mos më kanë i dop ndaj njëri tjetrit, me dash njerëzit edhe lumja ai se shijon jetën. Jeta është e bukur, kush ka mendime të mira të pastra, me shiju edhe me jetu mirë, me dash të afrin e vetë, familjen e vetë, me këshirë punën e vetë, edhe me shiju jetën. Ajo është një më i miri për gjithë shqiptarët, kudo që janë edhe popullin barë. Ishte shumë rasti të uroj më të mirat në jetë. Faleminderit shumë edhe ju suksese, kalofshi mirë. Kalofshi mirë, faleminderit shumë.